Kalojmë tek fotografia tjetër, është Albin Kurti. Për menimin tëm, një njeri shumë inteligjent, fatkeqësisht i pasur me fjalor dhe shumë i varfër me veprime. Mund mendoj që Kosova si ka kushtu shumë, mos veprimi tina konkret, edhe një, thëmë drejtën, një manipulist i madh dhe një demagog i madh për cilin kë nuk ka arrit 5 vite me konkretizue, me pasuru këtë vend, me bo në investim, me bo do një projekt, është për menimin tem 5 vjetë të humbura. Kalojmë tek fotografia e fundit për sonte. Është Vjosa Osmani, presidenti i vendit. Thëmë drejtën, unë me Vjosën gjithmonë kam pas një qëndrim korrekt, shto një gru zoje e meqme, na ka dëmtu shumë, Lodëkën e ka dëmtu shumë, ne ja kemi dhonë besimin e plot, ne kemi bo edhe barës e listës, ne kemi plëtsu për mbush krejt kërkesat e saj, kjo thirë shumë rogovizmin që se ka pas asë njëherë, sepse kjo prej barëse të listës e LDK-s u shku bo barëse e listës e VV-s dhe me veti ka marrë dhe 100.000 veta që e ka që votën dhe ka fuqizue partinë e majtë. Derisa fuqizoj një partit majtë dhe koordinohesh me prisin e partisë majtë, o fështirë më thinë rrugovizëm. Pasi personalitet e respektaj. Edhe pse u Rugova pra tha për presidenten që është rrugoviste? Rugova ka mendimin e vetë, Rugova mundet me folë qëka të dëmë, po Rugova po folë për Uken. Uken, sigurisht po. Uken, a i mund të jep deklarata, po me folë mund dikush për rrugovizëm që ja qenë Albin Kurtit dhe bashkëpunon me Albin Kurtit. Për 100.000 votat LDK-s me ja falë Albin Kurtit me thonë jam Rugov. Kjo nuk shkon.